Ndrove jetë në krahët e mi, reagimi rëqethës si partnere së shpat kasapit. Nuk dëgjove djalin të thëriste baba. Pas lajmit tragjik të ndarjes nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi, ka ardhur edhe reagimi më i dhimbshëm, ai i partneres së tij, Selvie Jao. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ka zbuluar deta e tronditëse nga momentet e fundit të artistit, duke konfirmuar se ai është shuar në krahët e saj ndërsa ndodheshin në Itali. Selvie ka treguar se çifti po kalonte një periudhë sfiduese por shpresëdhënëse, duke u përpjekur të rregullonin dokumentet për djalin e tyre, Roelin, për t'i ofruar trajtim logopedik. Me fjalë që burojnë nga dhimbja e thellë, ajo shkruan: "Ndrove jetë në krahët e mi, o jetë. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt tek logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di." Ajo prek zemrat e të gjithëve kur përmend faktin se Shpati nuk arriti ta dëgjonte të birin t'i thëriste baba. Nuk prite ta dëgjoje duke të thirrur babi, nuk prite, Shpat. Nxitove dhe na lekëtu vetëm, pa ty. E le Roelin jetim. Në kohën kur duart e tuaj duheshin më shumë se kur, shprehet ajo. Në mbyllje të dedikimit, Selvie shkruan me slotësh: "Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante. Por pse u ndave nga jeta në krahët e mi, pse ma këpute zemrën kështu, o jetë? Inshallah takohemi në xhenet." Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.